Unë jam taku me qikën ditën e dytë kur morën në Indonezi. E kemi pranu një tjetrin, më ka pranu edhe familja vetë, po puna e kësaj që ka ndodhur tash që nuk kemi dakordu në çështjet e umrës edhe në çështjet e dasmës. Ata i kanë adetet e tyre, unë i kam të mijat, të ke funit është vjeta jem bashkë me to, edhe nuk është që mu pajtu me senet tyre. Eksperienca o konë tepër e mirë, ka pas vështirësi që shëdina krejt, po tashti, ku përfundu, më mërmene që një për eksperienca më të mira që kom pas njëtë edhe që s'ka me harru, ka pas mas shumë të që nga lodh mentalisht edhe po fizikisht, po është puna viza e Kinës, viza e Iranit, u konë edhe ajo problem, pak u konë edhe problem edhe Arabisë Saudite, po mas shumë ditash u konë probleme fundit Indonezisë. Ka pas sfida natyrore, ka pas probleme edhe me njerëz gjatë rrugës. Në Pakistan u konë shumë problem, ka pas lufta, ka pas vërshime, ka pas edhe tajfun, shumë vështirësi, po alhamdulillah u krytën. Qysh ke takimi me vojzën fjallë? Qysh të priti, ku takove? Po, shumicat janë dhe thonë, nuk ka pranu ajo, ose ka pranu, ose nuk kanë pranu familja vetë. Të në thjesht, njerëzit që kanë shpik. Unë jam taku me qikën ditën e dytë kur morën në Indonezi, kur morën në Baobab, në këtë qytet, edhe kam shku me të familja vetë, jemi taku, edhe mund ka përqy e qika, e kam vetë edhe ato, a jam në regull, a jam ashtu që shki minuti, e kemi pranu një tjetrin, më ka pranu edhe familja vetë, po puna e kësaj që ka ndodhur tash që nuk kemi dakordu në çështjet e umrës edhe në çështjet e dasmës. Çështjet e dasmës nuk më kanë përshtat ato që kanë ofruar ata, po edhe unë që e kam ofruar nuk më kanë përshtat ato, kështu që nuk kemi pajtu. Të në rregulla që kemi pas na më herët, dhe më shkoj me ren, dhe më martohet me maj madhi ose ma madhja më barë pej fëmive, tani shkojnë një vogli ose se cilë është në ren, me ren shkojnë. Tash i motra asaj është e pa martu në hala, edhe kur t'i vjen reni asaj nuk e di une, që ata thatën që të du me bo, dhe që të shkojnë regla, tradita këto, e unë nuk e kam njët me prit dhe isat një vjet dy në barë se kur martohet ajo. Tjetër është për umre, unë kam pas qef me shku tash, për shkak se kam 10 ditë afat me ne në Indonezi. Nuk kam kohë mo për shkak vizës. Ata thëtën nuk njoh hala, e di që pranojnë a kemë regull, po na duhet kohë pak me mu mësu me ty. Kemë regull, edhe unë i kuptoj, janë prejnë dhe ata, banë marak, po nuk kam kohë. Unë e pa ta qef me të me shku me kry umrën, mu këthy prap edhe mirë mi vesh, po ata thënë nuk mujnë me bon kësen. Bomi marak për qikën, nuk e dina hala kush jeti, okej, në regull në që se nuk mune me bo ato, atëre kam dhe shumë, juroj gjithë sukses njërë, kalofshim mirë. Normal, e kam shku 6 dit kam shku rresht, e kem marrë edhe të shok këtushit që janë vendas, nën shok kem konë, shok shoqe, edhe kemi shku barë si ekip, kemi bisedu me ta 6 dit, 7 nashti, nuk ka kur farë, ata i kanë adetet e tyre, unë i kam të mijat, të ke funit është vjeta jem bashkë me to, edhe nuk është që mu pajtu me senet tyre. Qysh e pritën familja kur ju tregove që mo nuk ka kur gjo me qikën fjallë? Thatën, a mune me bisedu prapë, ose hajde edhe nesër e këshyrën, po nuk kam kohën me prit dhe sa t'ju tekat atë në, ose te sa t'menojnë, apo ata kanë menu bëllë, 6 dit, 7 dit. Nuk jam t'i kërku në shumë diçka të madhën, jam t'i kërku vetëm me kry umrën, ma vënd thejmi prapë, edhe mund me vazhdu, me bisedu, po nuk janë gatë shumë ata hala. Tutën, se ku me ditë kush jam që se i bajnë keq, ose qikë, ose. Normal është edhe unë kuptoj, po edhe ka du më kuptu mu, se nuk kam kohë. E tarë ceke qa keme ba? Kur keme u këthy në Kosovë, qysh keme u këthy?
Tash me aeroplan kam e shku deri në Mekë, kam e kryu umrën. Mas umrët nuk e din që se kthejna në Kosovë dhe nuk ka në farë arsye më këtë në Kosovë. E kam vetëm si plan nashi me vazhdu prap udhimi, mas Mekës me vazhdu prap. Nuk e di ku, nash ka Afrika ose në i kontinent tjetër, po kjo është vetëm si plan, nuk e di bashkë.